Çdo fëmijë ka një ëndër, ndonjëherë është e vogël, ndonjëherë është e madhe, por gjithmonë është e jotja. Ëndrat lindin në mendjen tënde, në momentin kur imagjinon, kur pyet veten, po si kur unë të mundem. Besoj ëndrave të tua, edhe nëse janë të mëdha, sepse ato tregojnë kush je dhe kush mund të bëhesh. Kur guxon të ëndërrosh, ti fillon të njohësh veten. Zbulon çfarë të pëlqen, çfarë dëshiron dhe çfarë të bën të lumtur. Por ëndrat nuk jetojnë vetëm në mendje. Ato kanë nevojë për hapa të vegjël, hapa të sinqert, hapa që i bën ti. Qëllimet janë udhërrëfyesit e tu. Ato të tregojnë drejtimin, edhe kur rruga duket e gjatë. Jo çdo ditë do të jetë e lehtë. Ndonjëherë do të gabosh, ndonjëherë do të lodhesh, por kjo nuk do të thotë të ndalesh. Çdo përpjekje të mëson diçka. Çdo gabim të bën më të fortë, dhe çdo herë që provon përsëri, ti rritesh. Kur beson në veten tënde, ti mëson të ecësh edhe vetëm. Të mos krahasohesh, të mos dorëzohesh, të vazhdosh edhe kur askush nuk të shikon. Forca nuk është gjithmonë zë i lartë. Shpesh është një zë i qetë brenda teje që thot: provo edhe një herë. Vendos qëllime për veten tënde. Jo për të qenë si dikush tjetër, por për të qenë versioni më i mirë i vetes. Ec hap pas hapi, me durim, me besim, me zemër të hapur, sepse çdo ëndër që e beson, ndërton të ardhmen tënde. Dhe çdo fëmijë që beson në veten e tij, ka brenda vetes një botë të tërë mundësish.